Dy lojtarët mund të shtrejt në historinë e futbollit botror, Gareth Bale dhe Cristiano Ronaldo kanë shtrënguar për herë të parë duart mes tyre përpara një seance stërvitore të ekipit të përbashkët Real Madrid. Një shtrëngim duarsh që për mediat ndërkombëtare vlen 200 milion euro. Gareth Bale, që u ble disa ditë më parë nga Tottenham për shifrën rekord 100 milion euro, ka zbritur për herë të parë në ambientet stërvitore të skuadrës merenges, pasi ishte impenjuar me kontaren Welsiane, ashtu sikurse ka bërë edhe Cristiano Ronaldo, edhe ai impenjuar me përfaqësuesin e Portugalisë, ku veç të tjerësh posoi edhe një dëmtim të vogël. Rithimi i dyjeve nga kombëtarët në të njëjtën kohë dha mundësinë mediave që të kapnin momentin e shumë pritur. Shtrëngimin e duarve mes Bale dhe Ronaldos, për më tepër që shpesh ishte aluduar se Cristiano Ronaldo nuk e kishte përtypur dot faktin se klubi madrilen kishte paguar për talentin Welsian 4 milion euro më shumë se ç'u pagua disa vite më parë për asin portugez. Më pas për Gareth Bale ka ardhur edhe rada që të takohet me të gjithë lojtarët dhe me stafin teknik, ku sigurisht me rëndësi ishte shtrëngimi i duarve me zëvendës trajnerin Zidane, i cili nuk i kurseu kritikat për të shmendurinë që Reali bëri në merkato, duke thënë se në të vërtetë Gareth Bale nuk vlen 100 milion euro. Ndërkohë çifti 200 milion euro, Ronaldo Bale mund të shihet të fushë të shtunën në takimin Villarreal Real Madrid, edhe pse lojtari Welsian është stërvitur shumë pak në javët e fundit.